ka mbështetjen e krimit, prandaj është e pathyeshme, dhe këtë e thon pa pushim njerëz që kanë vrarë në bulevard me pushkët e shtetit, apo ata që pastaj mlefin e pangushëllueshëm e kanë si motiv për t'u zgjuar në mëngjes edhe për të pritur deri në darkë kur turren nëpër ato moçalet e kënetës mediatike, për ato llomotitë analitike, që nuk ka asgjë më larg të së vërtetës nga kjo, sepse e para askush asnjëherë më parë nuk e ka luftuar korrupsionin dhe krimin siç kemi bërë dhe po bëjmë ne, por e dyta, ata le të vazhdojnë të bien aty fylli, ndërkohë që arsyeja pse ne jemi të pathyeshëm dhe garancia më e madhe e Partisë Socialiste në çdo përballje zgjedhore, jeni dhe bëheni gjithmonë më shumë ju. Gratë dhe vajzat e armatës tonë fitimtare. Ju sot keni 71 përfaqësuese në skuadrën tonë kombëtare të 11 majit. Dhe keni një të tretën e drejtuesve politik të Partisë Socialiste. Por shifra më e bukur është 52% që kuptim plot në listën e mbyllur. Në listën e mbyllur, i cili është i juaj, jo i burrave dhe i djemve. Unë kam besuar gjithmonë që e ndegun absurd të tifozllëkut, konfliktualitetit, luftës ftohtë mes kampeve politike këtu në Shqipëri, trashëguar nga e kaluara, mund ta ngushtojnë vetëm gratë dhe vajzat. Kurajoja qytetare e Zamirës, dekanes ekonomikut dhe deputetes son në listën e Vlorës, për të na u bashkuar ne, duke ardhur nga kampi tjetër, unë jam i bindur që nuk është asnjë rast i veçuar i një momenti elektoral, ndërkohë që gra dhe vajza të kampit tjetër u janë afruar apo dhe bashkuar disa njësive tona elektorale, edhe në 3 apo 4 qarqe të tjera. Unë i falenderoj ato që të gjitha, i siguroj që nuk do bëhen kurrë pishman, madje është e bukur se kur i kam takuar, më thoshin, ne nuk e dinim që ishte kështu Partia Socialiste. I mujtëm prisë se s'kemi parë gjë akoma, dhe dua të falenderoj edhe njëherë forumin rinor të Partisë Demokratike të Vlorës, ku pikërisht një vajzë, kryetarja e forumit, që për i të vërtetës na e ka bërë malore garën në Vlorë në 2021, dhe njëkohësisht dhe nënkryetaria e rinisë demokratikase në shkallë vendi, Sara, hodhi një hap shumë kurajos të lëvizjes të gjithë forumit në krahun tonë. Jo për të antarësuar në Partinë Socialiste, dhe as për të ndrruar bindjet e tyre, po për ta vënë Vlorën dhe për ta vënë Shqipërinë në BE mbi kënetën. Dhe sigurisht edhe veten e tyre duke e braktisur kënetën, ku praktikisht, dhe nuk është për qeshur, u mbytën në mënyrën më të pabesë të gjithë fitusit e sinqert të farsës primareve. Ato primaret janë një spektakël bizantin hipokrizie politike që të kujton Komisionin e Festës të Ismail Kadares. Kush nuk i ka lexuar, i sugjeroj ta lexojë. Keni aty primaret nga fillimi deri në fund. Sot ku vendi